emocionesh dhe mungese. Një ditëlindje ndryshe në shtëpinë më të famshme në rrugëtimin e gjatë dhe sfidues të Big Brother VIP Albania, ka momente që te i kalojnë lojën dhe strategjinë, duke prekur drejt për drejt ndjenjat njerëzore. Një prej këtyre momenteve ishte festimi i 26 vjetorit të Brikena Selmanit, një ditë e veçantë që këtë herë u përjetua larg familjes, por jo pa dashurinë e saj. Të festosh ditëlindjen në një ambient izolimi, larg njerëzve më të afërt, është një përvojë që sjell një përzierje emocionesh, gëzim për një vit më shumë jetë, por edhe mall për përqafimet që mungojnë. Megjithatë, për Brikenën, kjo ditë u bë më e ngrohtë fal një letre prekse nga familja e saj. Fjalët e tyre, plot krenari dhe mbështetje, treguan jo vetëm dashurinë që kam për të, por edhe forcën që ajo ka treguar gjatë qëndrimit në shtëpi. Letra ishte një kujtesë e fuqishme se, pavarësisht distancës fizike, lidhjet familjare mbeten të pathyeshme. Na ke bërë krenar dhe sa shumë na mungon janë shprehje që mbartin një peshë të madhe emocionale, sidomos në një format si ky, ku izolimi nxjerr në pa ndjenjat më të thella të individit. Surpriza e organizuar nga vëllai i madh me një ambient festiv dhe tortën e ditëlindjes shtoi një dimension tjetër në këtë moment. Edhe pse simbolik, ky gjest krijoi një atmosferë familjare brenda shtëpisë, duke treguar se edhe në një lojë konkurruese ka vend për humanizëm dhe kujdes. Kjo ditëlindje nuk ishte thjesht një fest, por një reflektim mbi sakrificat dhe forcën emocionale. Ajo tregoi se pas çdo konkurrenti qëndron një histori personale, një familje dhe një botë ndjenjash që shpesh nuk shihen në ekran. Në përfundim, momenti i Brikenës në Big Brother VIP Albania na kujton se, për te i garës dhe çmimeve, ajo që mbetet më e rëndësishme janë lidhjet njerëzore dhe dashuria që na jep forcë për të vazhduar përpara, edhe në kushtet më të vështira.